Sa larg jemi ne nga konventa europiane dhe nga praktika, mënyra se si bëhet drejtësia, po si jepen masat e sigurisë në Europë? Sinqerisht jemi pak shumë larg. Pak shumë larg për shkak se këtë praktikë kemi mbajtur dhe kanë mbajtur gjykatat. Tha shpeshherë prokurori për ta hequr nga vetja, domethënë dikë nuk i intereson fare që ai dikush i po shkon prapa hekurave. Po thjesht thotë më mirë ta heq se si dihet çfarë ndodh me të, si dihet se çfarë bën ai, dhe nesër pas nesër më thon mua më kërkojnë përgjegjësi mua se për çfarë ti nuk e aplikuar masën më ekstreme ose nuk e kërkuar që të aplikohet masa më ekstreme. Po kjo nuk është objektivitet që të luash me jetën dhe të drejtat të kushtetuese të tjetrit. E bën dhe më të vështirë për ju punën, për të bërë mbrojtjen? Për një rast të thjeshtë që nuk meriton arrest në burg, prokurori kërkon këtë masë. Se shpeshherë hyet edhe në konflikt personal me klientin. Klienti nuk kupton që ti po bën një mbrojtje efektive dhe është prokurori dhe gjykata ajo që marrin një rol, të themi, jo super partes siç duhet ta ketë gjykata. Gjykata duhet të ketë një rol super partes, por merr një rol të një anshëm totalisht, se po të shohësh sa shpesh kanë vajtur kërkesat e prokurorëve me arrest në burg, aq shpesh dhe gjykatat kanë konfirmuar dhe kanë legalizuar atë që ka qenë kërkesa e prokurorëve. Ndërkohë që gjykata aty duhet të jetë super partes, dhe në rast se çështja duhet marr rast pas rasti, dhe në rast se çështja X ka rrethana lehtësuese dhe nuk përmbush kushtet për caktimin e kësaj mase sigurimi, atëherë gjyqtari nuk duhet ta japë. Nëse kjo praktikë nuk ndryshon, rrezikon që të dënohemi shpesh në Strasburg? Po kjo do ishte me pakta, ndërkohë që dënimet e Strasburgun i paguajmë të gjithë bashkë ne kundrejt të themi një aplikueshmëri të gabuar nga ana e gjyqësorit. Kurse heqjen e lirisë të një personi e paguan vetëm ai me ditët e jetës së vet. Pavarësisht se mund të konstatohet një dhënie ose të themi një dëmshpërblim post burgim, nëse personi është i pafajshëm, po askush nuk mund të kthejë ditët e jetës që ti kalon atje, dhe çdo shpërblim financiar nuk mundet në asnjë rast të dëmshpërblej, të themi, atë që dikush kalon në një penitenciar. Mirë, në rast se prokurori jep një masë arrest me burg, ndoshta për ta hequr nga vetja, ndoshta që nesër pas nesër të mos i kërkohet llogari se përse këtë person të rrezikshëm e ke lënë jashtë. Po gjykata, zoti Kazia, a bën një arsyetim të detajuar për rrezikshmërinë e këtij personi, apo në përgjithësi e merr të mirëqen kërkesën e prokurorit? Shpeshherë, thash që në përgjithësi e merr të mirëqen. Shpeshherë gjykata, pavarësisht se i detyron ligji që të bëjë një arsyetim se e ka marrë të mirëqen dhe ka konfirmuar kërkesën e prokurorit, apo nuk e ka marrë të mirëqen dhe ka vijuar me një kërkesë tjetër më të lehtë. Dhe fakti është që shpeshherë gjykata e arsyeton në mënyrë shablon atë që është vendimi i arsyetuar, duke justifikuar, të themi, kushtet e caktimit të kësaj mase me ato që janë rrethonat e përgjithshme të përcaktuara në 228-229. Ka të bëjë kjo me individi që kanë përballë, për persona të rëndësishëm, për persona VIP, biznesmen e tjerë. Gjykata shpeshherë duhet i përmbajë dhe atyre që janë parashikime ligjvënësit që parashikojnë rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese. Jo shpeshherë këto rrethana merren në konsiderat, të themi, objektivisht nga gjykata. Normale që merren në konsiderat, por të thotë gjykata ky është mendimi im dhe unë vendos në emër të Republikës. Sipas mbrojtjes mund të jenë ndryshe, sipas gjykatës nuk mund të përmbushin kushtet e lehtësimit ose e rëndimit të një mase shpeshherë. Dhe kjo është arsye që gjykatat japin më rrallë masat të tjera më lehtësuese, arrest në shtëpi, garanci pasqyrore, detyrim paraqitje. Kjo është arsyeja që gjykatat shpeshherë nuk japin masa, të themi, të përshtatshme me nevojat e sigurimit ose dhe vetë të veprës penale që konsumohet nga personi në hetim, se jemi në fazat paraprake të një hetimi. Në atë rast gjyqtari vetëm shikon masat e sigurimit në çfarë mase ky person do duhet të hetohet dhe të dërgohet përpara drejtësisë ose të pushohet çështja nëse s'do gjenden element të veprës penale ose të faktit për kundrejt cilit ai akuzohet në atë moment. Pra, është një fillim, të themi, kushtëzues nëpërmjet ligjit që gjykata cakton një masë, por kjo s'do të thotë që personi është i fajshëm apo i pafajshëm. Prezumimi i pafajësisë është derisa të shprehet një gjykatë me vendim të formës së prerë. Megjithatë, kjo ka dhe atë anën e vet negative apo të errët, sepse një person i cili mund të jetë i rrezikshëm vendoset arrest në shtëpi dhe pastaj është ajo pikë pyetja
përse jo një masë më të ashpër? Shiko, të thënë drejtën, ka ndodhur në raste të izoluara, që kur një person i caktuar i është dhënë një masë më lehtë, mbase nga ajo që do duhet të ishte dhënë, ai person ose i është larguar, të themi, drejtësisë, ka thyer masën e arrestit në shtëpi, ose ka shkuar dhe ka bërë një krim më të rëndë ose të njëjtin, ose ka intimiduar dëshmitarë dhe prishur prova. Raste kanë qenë shumë të pakta, po ndërkohë që praktika na thotë që ka ndodhur kjo gjë. Është pak të themi vlerësimi që i bën gjykata gjithë faktorëve, objektiv dhe subjektiv, që dërgohen aty nëpërmjet prokurorit dhe mbrohen nëpërmjet mbrojtjes. Pra, vlerësimi që bën gjykata është në objektivitetin dhe subjektivitetin e gjykatës. Mirë, tani çështja është në fazë propozimi, do kohë derisa ajo të miratohet, të kemi këto ndryshimet në kodin penal, por si do të ndryshojë situata me burgje, zoti Kazia, nëse jepen dënime ose masë sigurie alternative, më të buta? Do ketë një ndryshim apo do doj kohë? Si e shihni? Unë mendoj që do jetë një, të themi, do jetë një ndryshim i cili do duhet bërë sipas një afati të gjatë. Për shkak se s'mund të ndryshohet. Të gjatë se ne gjaj kemi të mbipopulluar burgjet. Gjaj kemi pa infrastrukturë. Gjaj kemi patjetër që do duhet të bëhet gradualisht për të mos gabuar dhe për të mos bërë ato që janë bërë deri në këtë momenti. Gjaj kemi, domethënë, shumë problematika në penitenciare dhe iniciativa e marrë nga gjykata e lartë do duhet të zhbëjë disa vendime unifikuese të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, në të cilën është ngritur praktika e deritanishme. Pra, ato vendime do duhet të rishikohen nëpërmjet një vendimi të ri për mbajtjen e një qendrimi unifikues, se si do unifikohet praktika e gjykatave. Këtu nuk po bëjmë një ligj. Të jemi të qartë në këtë gjë. Nuk është se parlamenti po vepron. Këtu po vepron gjykata e lartë nëpërmjet unifikimit të praktikës gjyqësore. Pra, nëse gjykata ka mbajtur një linjë të caktuar, gjykata më të ulta, themi, ka mbajtur një linjë të caktuar për ato që janë vlerësimi dhe dhënia e masës sigurimit personal arrest në burg deri në këtë moment për personat që janë çuar me kërkesë prokurorit për këtë masë, tani do duhet të mbajë një linjë tjetër në momentin që gjykata del me një vendim unifikues të ndryshëm nga ai që është qëndrimi i mëparshëm deri në këtë moment. Por do ndikojë kjo pastaj edhe në çështje të personave me profil të lartë që janë në hetim? Këtu, unë dhe dje isha në një tjetër media, këtu pasaj ngrihen ato hije dyshimit se a ishte ky momenti dur që gjykata e lartë të themi të merrte këtë iniciativë, pavarësisht se iniciativa... Nëse ka një prapavi politike dhe kjo, hidhet gjithmonë. Eksakt. Pavarësisht se iniciativa në vete është e mirë pritur edhe nga ne komuniteti i avokatëve, po fakti është që a ishte ky momenti dur, pse s'është bërë më përpara ose pse s'është bërë më pas. Ndërkohë që ju e dini fare mirë që po kalojmë disa kalvare të përplasjeve midis pushteteve në këtë vend, ku është kërkuar dhënia e autorizimit për një pushtetar të lartë dhe nuk është dhënë autorizimi nga ana e kuvendit prokurorisë posaçme, e cila ka dashur të marrë një masë shtrënguese kundrejt një pushtetarit të lartë. Kështu që kjo e politizon, ose të paktën ngre dyshimet për një politizim të nuk e më vetëson, të themi, dhe nuk e bën si iniciativë të ardhur aty për aty në interes të themi të vetë shpopullimit të burgjeve ose interes të vetë mbrojtjes së drejtave të qytetarëve dhe të atyre që janë kërkesat e bëra nga ndërkombëtarët. Po, është momenti më i gabuar për ndërmarrjen e kësaj iniciative. Mirë, zoti Kaziaj, për sa kohë ju e ushtroni këtë profesion, masa arrestit në burg ka ardhur në rritje vit pas viti apo ka vite që është e tillë? Shikoni, nëse shpërndimi ka ardhur gradualisht, ne nuk mund të jemi me kujtesë të shkurtër, për shkak se kjo qeveri ka 13 vjete që qeverisë. Ju mbani mend që kryeministri i këtij vendi shpesh herë në fushata të caktuara